Policia ka privuar nga liria një 25 vjeçar nga fshati Mallotin, komuna e Goriçanit të Vjetër për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale sipas nenit 123 të Kodit Penal. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ai dyshohet se më 12 shkurt 2026 në shtëpinë e saj e ka sulmuar fizikisht dhe e ka mbytur me jastëk një grua 78 vjeçare nga fshati Qellopek, komuna e Goriçanit të Vjetër, pas çka ajo ndroi jetë në vend ngjarje. Një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Kumanov ka kryer ekspertizë në vendin e ngjarjes në fshatin ku u gjet trupi i pajet i viktimës. Nga prokuroria njoftuan se janë lëshuar disa urdhra për sigurimin e provave dhe gjurmëve nga vendi i ngjarjes, të cilat do t'i nënshtrohen ekspertizave shtesë me qëllim zbardhjen e plotë të rastit. Po ashtu organet kanë indikacione se i njëjti person në periudhën e kaluar mund të ketë qenë i përfshirë edhe në vepra të tjera penale në rajonin e Kumanovës dhe për këtë arsye, me urdhër të prokurorit publik, po ndërmerren veprime intensive për përcaktimin e të gjitha rrethanave dhe lidhjes së mundshme ndërmjet ngjarjeve. Nga prokuroria theksojnë se pas shqyrtimit të plotë të fakteve dhe mbledhjes së të gjitha provave relevante, do t'inicohen procedura përkatëse kundër personit të dyshuar.